Ne kalojmë tek çështja e dytë që kemi në rendin e ditës, është qyrtim projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 10-221, datë 4/2/2021, datë 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi. Në emër të nismëtarëve, e thash në hyrje të mbledhjes, ne kemi sot të pranishëm në Komisionin e Ligjeve zotin Taulant Balla, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Zoti Balla, kënaqësi që u kemi për të dizatën herë në komision. Fjala është për ju. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar antar të Komisionit Çështjeve Ligjore dhe Administratës Publike. Është rastësi e veçantë e bukur që të vi sot para Komisionit për Çështje Ligjore në një ditë të shënuar, sikurse është prej 77 vitesh 10 dhjetori që përkon me ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut. E sanksionuar kjo në Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut. Një dokument themelor i cili prej 77 vitesh ka vendosur mbrojtjen e parimeve të dinjitetit, të barazisë dhe të lirisë, të cilat janë të drejta të pandashme për çdo qenie njerëzore. Dhe nuk ka ditë ndoshta më të shënuar se sa të vish para Komisionit të Çështjeve Ligjore për të parashtuar disa përmirësime që qëndrojnë në thelb të këtyre parimeve të sipërcituara. Dhe në këtë kontekst besoj që ndajmë të gjithë vlerësimin pavarësisht krave politik që kemi nderin përfaqësojmë, se diskriminimi është një prej atyre momenteve ku çdo shoqëri ndalet me vëmendje të veçantë, vetë diskriminimi i cili përkufizohet si një trajtim i pabarabartë, i padrejtë, shpesh herë i pafavorshëm, ndaj një personi apo një grupi personash apo komunitetesh për shkak të karakteristikave të tyre personale, të cilat në fakt janë të mbrojtura, duhen mbrojtur gjithmonë më mirë dhe mbi gjitha janë dhe moralisht papranueshme. To karakteristika për t'i vënë
në duke edhe për publik, në duke edhe për publik, në duke edhe për publik, në duke edhe për publikun që na ndjek, lidhen shpesh herë me gjinin, por ato lidhen edhe me racën, me ngjyrën e lëkurës, ato lidhen me gjuhën, shpesh herë në këtë komision lidhen edhe diskutime që kanë të bëjnë me etnin, me minoritetin, me fen, me prejardhjen, pa harruar këtu edhe diskutime që kanë të bëjnë me paftësinë, me moshën, me orientimin seksual, por edhe me bindjet politike, por edhe me statusin ekonomik, apo dhe me çdo tipar tjetër personal që mbart çdo qenie njerëzore. Dhe prandaj e bëra këtë parashtrim